gëzoj që keni arrit në Verona. Programin tonë janë 2 lojë testuese me Estoninë. Estonia edhe shtetet skandinave, siç e dinë, tani janë në kampionat, ndoshta janë në formë më të mirë. Mirë po janë 2 lojë testuese ku ideja kryesore është me i testu disa lojtarë të cilat nuk kemi pas mundësi me i provu në garat kualifikuese, edhe me pa se cilat nga këto lojtarët mund na shërbejnë në play-offin që e kemi me Turqinë në muajin tetor. Ne kemi zgjedhë lojtarët cilët menojna që janë potencial spaku për në të ardhmen, janë lojtarë perspektive që do t'i shërbejnë në të ardhmen kombëtarës. Përndryshe 60% ose 70% e formacionit bazë nuk është në këtë grumbullim. Ka një 4 lojtarë që për shkaqe shëndetësore nuk kanë mujtë me na u bashkangjit, lojtarë kryesore. Ka disa të tjera për shkak obligimeve shkollore, domethënë provime mature ngjajshëm. Ka disa që për shkak obligimeve të punës. Kryesisht jemi lojtare që i ka marrë trajneri mi testu, ka shumë lojtare të reja, jemi pak edhe lojtare që kemi qenë edhe më herët. Janë 2 lojë testuese, besoj që kanë me na shërbyer shumë mirë, sidomos me pa gjendjen e ekipit, po edhe si para lojë që kena me luajt me Turqinë. Shumë mirë pasi që këm moshën e vogël me kam pjesë e kombëtarës sa ka që vogël është shumë një arritje e madhe. Shpresoj që t'jem prap e ftuar nga kombëtarja.